Ka pas fatin kartu. Në vëndoj shkollë Itali. Më bëni të pendu, si i thash. Pra braktisja fëmijës është rrezik i jashtëzakonshëm. Ai si e bën për mua, fatkeqësia më e madhe. Po braktisja e nënës? Edhe nënës. Mas mëra. Shiko. Kur shysh braktisja nëna. Kur shysh. Nëna e braktisës. Është nënë, si do si tjetë. Ajo të ka punë jetë. Presë në shatin tonë të thashin, në baftë gëmarë baba, e nëna në baftë pelë. Ma sipnin të. Bërdi për dore. Të mbegim të jo. Se nuk u falë të joti. Kur ke qenë hera e fundit që ke qarë? Si? Hera e fundit që ke qarë? Kush? Ti? Nuk dhe pare, joti më rallatë. Kur ra ma beti janës. Nuk rallatin të sëj. Nuk shaj ka dhaj. Për zoj nuk hajrën. Më në shpijet për artisti. Jam njeri shakazi, ma ju shumë shaka. Në shaqërije, në shpije këda. Jam njeri humorist. Pra, nuk hajmë. Për zërë, më ka të në zërë, dhe s'kam hajtë. Kam se krajnë në të vjerë, dhe s'kam... Të ka ngrën gjarëpëri dhe s'ke qajtë? Ja. Kur të ka kafshu gjarëpëri? 14 jam konë. Oh! Pa në 3 në kam, po. Si ka mundësi? Të ndoj gjatë ma e letit, ma e mullarit. Më kam zare pa luhë, kam hetë 9 javë 2 shtava. Po si e nëzore Helmin? Ma paju baba, mingja. Ta preo? Ma paju me prikroj. Me briskë? Wow. A i më ka pëtu jetër. A i ta ka shpëtuar jetën dhe të ka rritur? A në dhëtëm po. Edhe për mu në shmëj si më ka rritë edhe më ka ba i e burë për vlera. Në mend mija. Kjo është rëndësishme. Vlerat do jenë ato që të, si the, njeriu do vdes, po faqen do të lë, faqen e bardhë do të lë. Në të zezën janë e dysh, po? Në të zezën në të bardhë. Prel, u kënaqa shumë që takova. Një është zotë, edhe për mu falenderoj shumë. Dhe të falenderoj shumë për këtë bisedë që bëm. Edhe të falenderoj ty, falenderoj shumë për respektin. E për pyetje që më ke ba, mu ke udhëjtë në zemër. Dhe ma ke shpalos këtë petat e zemrës të eme. Edhe unë të falenderoj që ti e le veten të lirë për të biseduar me mua. Miq, unë e mbyll këtë bisedë me Prel Zmalin, Zamali. 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 Faleminderit shumë që qëndruat edhe sot në këtë intervistë. Do takohemi bashkë përsëri në episodin e radhës. Po mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tim dhe të mos harroni që të më shkruani në rrjetet e mia sociale për të më propozuar personazhe të vërtet, real, si gjithmonë që t'i sjell këtu me ju. Gjithë mirat.